Shkurtimisht, aflatoksina është një lloj myku i cili zakonisht është prezent në drithrat dhe në arror. Zhvillohet fal kushteve jo të mira të ruajtjes të tyre drithrave, por edhe të drithrave të bluara në trajtën e koncentratit, që kryesisht përdoren për ushqim për kafshë. Aty zhvillohet aflatoksina, e cila përcillet deri tek qumshi, kur drithrat përdoren si ushqim për kafshët. Është rezistente ndaj temperaturave të larta, kështu që edhe gjatë pasterizimit nuk largohet, dhe një nga ndotësit më të shpesht tek qumshi është aflatoksina M1, e cila si thash është edhe rezistente ndaj nxehtësisë. Shtetet caktuara vendosin nivele MRL-je, pra maximum residue level, të aflatoksinës dhe aktualisht i kanë të ndryshme. Për Bashkimin Evropian, ky nivel është 0,05 për litër, mikrogram për litër, ndërkohë që vende tjera si Amerika e kanë... Japonia, Irani... Japonia, Irani e kanë 10 fish më të lartë, normën e lejuar, pra 0,5, kundrejt 0,05 që e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Kuadri ligjor shqiptar lidhur me aflatoksinën është i konsoliduar dhe është i njëjtë me standardet e Bashkimit Evropian. Legjislacioni në fuqi përcakton pra si vlerë maksimale limitin 0,05, i cila është e lejuar në Shqipëri. Ky legjislacion përditësohet vazhdimisht edhe në kuadër të ndryshimeve që vendet e BE-s bëjnë, dhe kryesisht është EFSA, European Food Safety Agency, e cila bazuar edhe mbi studimet e erëpasjashme që bëjnë, përditësojnë nivelet e MRL-ve jo vetëm për aflatoksinën, pra që po flasim, por për shumë ushqime produkte tjera. Pra, si thash, legjislacioni është i përditësuar, ka një bazë solide për shtetin shqiptar, i cili gjithmonë në kuadër edhe të integrimit në BE përditëson në linjë me akis të BE-s të gjithë kuadrin ligjor.